qenë 10 vjeqe. Janë shumë pak, Berna, janë shumë pak kujtimet. Ato pak që janë të bukura, por realisht janë pak, edhe po të fillosh ti numërosh me gishtat e dorës, vetëm njëra dorë mund të plotësohet. Kjo pjesë është pak e dhimbshme kur mendon që ti do t'i kujtosh kujtimet që mund të kesh patur me të dhe nuk gjen dot kujtime. Kjo është gjë më e dhimbshme. Kam qenë shumë e vogël, por tani jeta Ta ka shtyr ai sa do pak në atë moshë kur ti ke qenë këtë talentin tënde dhe dëshirën që ti të jesh sot kjo që je? Babi ka qenë shtysa kryesore, e gjithë familja ime me thënë drejtën. Po personi parë që mua më shtynte ose më thoshte që ti bëj këtë gjën sepse ty të rinë kjo dhe ti mund ta bësh. Dhe gjithmonë mua, vllajin, motrën tjetër, na vinte diku përpara televizorit edhe ti do këndosh, këta të dy do kërcejnë. Thjesht ishte një intuit që ai e kishte edhe veshi, sepse babi im i binte çiftelis, flautit, fyellit, se gjithmonë i them flautit. Edhe ndoshta kjo S'ka gabuesh, e? Jo, Ta ka nuhat qysh herët talentin. Unë shiko se dhe një gjë shumë të rëndësishme, mami im ka patur pasion të këndonte dhe kishte shumë zë. Dhe përveç asaj që babi mund t'i binte çiftelis apo fyellit, kisha dhe mami në krahun tjetër që kishte një ëndër të madhe për muzikën dhe besoj që nga të dy e kam marrë. Sikur e ke quti këtë ëndrën edhe në emër të mamit. Po në emër të mamit, babit, edhe shumë tezeve të mia, sepse kam një teze që ka një zë fantastik. O? Po. Po sa herë mblidheni që t'ja thoni këngës? O tani me kalimin e viteve, rritja që shikon se cili punës, se kemi angazhime, sigurisht që janë shumë më të ralla, por që kur mblidhemi pastaj bëhem një fis shumë i madh. Se dyshoj këta. Me gjithë ta zërat bukur që po më thua që janë në familjen e juaj, të edhe që shumë mblidhemi, këndojmë gjithë bashkë me njëri tjetrin, sa kemi mundësi ato këngët e vjetra. Nuk e dyshoj që figura e babait ka qenë mungesë në plot raste në jetën tënde, në rritjen, si në rritjen e çdo fëmijët kur i mungon figura atrore, po a ka ndonjë moment, sidomos nëse flasim duke qenë ai shtytsi kryesor pse ti ke marrë këtë rrugë dhe këtë drejtim në muzikë, ka ndonjë moment, ndonjë skenë që ti e ke ngjitë dhe i ke thënë vetes ose të kanë ngeshtu si peng, sigurisht se po me Po, kanë qenë fillimet kur unë dilja në skenë, sepse pastaj me kalimin e viteve u mësova me atë mungesën, po për herë të parë kam qenë në Star Academy, kur isha